siç ndodh në këto rastesh. Po është koncepti i ndihmës simbolike rreth parë, sepse nuk zgjidhet problemi as në Kosovë dhe as në Shqipëri. Më tepër ka të bëjë me ato që quhet solidaritet ndërkombëtar me një politikë caktuar. Dhe kjo është është normale, nga ana tjetër dihet që Shqipëria malli më interesant në tregun ndërkombëtar ka territorin e Shqipërisë si kosh prerash, si landfill i Europës, tashmë dhe i gjithë botës. Domethënë është biznesi i plerave, ti e di mafia çfarë gjithmonë me biznes e plerave. Dhe Rama e ka kthyer Shqipërinë në një landfill, e ka bërë me afganët, e ka bërë me iranianët, e ka bërë me të tjerë. Bëri me melonët, me afrikanët. Është diskutime për ta bërë për Gjermaninë, Anglinë. Dhe ky është një mall i gjeopolitikës ndërkombëtare. Dhe Rama e ka këtë gjë. Mos harrojmë nesër Rama është në dasmën e Alex Sorosit, që është një kundërshtar i Trumpit në lidhje pikërisht me këtë gjë. Dhe po ta shohësh, nuk kemi lajme nga Shqipëria që ka dhënë një okay apo ka thënë diçka, sepse është dasma e Alexit nesër. E qartë. Ndërkohë, Jola, për ty duket sikur e vëm pak në diskutim, le themi edhe këtë pozicionin e ri me Amerikën që kishim dhe pritshmëritë nga Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj që nuk ka lidhje me pritshmëritë.